Mirëmbrëma të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 23. Ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, është emëruar kryenegociator në dialogun teknik për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për emërimin e Bajramit në këtë pozitë ka njoftuar zyra e kryeministrit në orët e mbrëmjes. Krahas pozitës së re, Bajrami mbetet ambasadori i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se ka ofruar opozitën e kryeparlamentares vetëm që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Haxhiu, e cila po e ushtron edhe detyrën e presidentës, tha se ka kërkuar nga të gjitha grupet parlamentare të bëjnë përpjekje maksimale që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por që t'u jepet mundësia takimeve dhe një marrëveshje për çështjen e presidentit. Duke pasur parasysh që i kemi edhe disa ditë para vetës, përkatësisht 5-6 ditë para vetës, mendoj që shumë e rëndësishme që të rikthehen takimet, që të shtohet vullneti, të dëshmohet po ashtu vullneti, sepse nuk mund të ketë marrëveshje pa takime dhe nuk mund të ketë marrëveshje nëse mungon vullneti nga palët. Ne kemi bërë atë sa kemi mundur, atë sa kemi pas, si me thënë, atë sa është varë prej neve. Ju e dini që unë kam ofruar edhe pozitën e kryetarës kuvendit, sepse çka më duhet pozita e kryetarës kuvendit nëse dikush e kërkon këtë dhe nëse kjo i parandalon zgjedhjet e jashtëzakonshme, por mendoj që mungesa dhe refuzimi të gjitha propozimeve, ofertave që kryeministri Kurti i ka bërë në drejtim të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, mendoj që nuk i ndihmon vendit, ne nuk i friksohemi zgjedhjeve, por mendoj që nuk ka të bëj kjo me kush është më trim e kush është më i guximshëm, por a janë zgjedhjet në interes të qytetarëve, ne mendojmë, unë personalisht mendoj që nuk janë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ngërqi për zgjedhjen e presidentit e Kosovës po hyn në ditët vendimtare, teksa afati i vendosur nga gjykata kushtetuese po afrohet. Mungesa e konsensusit mes pushtetit dhe opozitës rrit rrezikun që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Kur kanë mbetur veç edhe 5 ditë kohë që kjo çështje të zgjidhet, kryeministri sërish deklaroi se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja, pasi sipas tij ato nuk do të sillnin zgjidhje. Fajin për mos zgjedhjen e presidentit, Kurti u ka vënë partive opozitare për siç tha mungesë vullneti për marrëveshje, duke theksuar se ka bërë disa oferta konkrete për bashkëpunim si ndaj LDK-s ashtu edhe ndaj PDK-s. Po nëse do të bëheshin këto bashkë, ta kishin një kandidat. Dhe të përdorin kriteret që i përdorin për neve. Një kandidat jashtë skenës politike aktuale dhe le të ecim përpara. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se i ka mbyllur diskutimet me Kurtin për çështjen e presidentit. Qëndrim të ngjashëm ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri thot se ofertat e kreut të vetëvendosjes ndaj partive opozitare ishin minimaliste. Andaj sipas tij opozita nuk ka si ta arsyetoj elektoratin e saj nëse i japin Kurtit fuqi në vendimarrje të paparë deri më tani. Posti i presidentit ka peshë të jashtëzakonshme, veçanërisht nëse është në të njëjtën linjë me postin e kryeministrit, pra është një fuqi madhore, vendimarrëse, edhe natyrisht që për një gjë të tillë kryeministri Kurti është dashur që të bëjë kompromise shumë më të mëdha se sa ato që i ka paraqitur, pra besoj që janë të pamjaftueshme. Profesori Dorajet Imeri konsideron se vetëvendosje ka ofruar një lloj oferte e cila nuk e prek bazën e pushtetit real që ajo ka tash, derisa LDK synon diçka që nuk e mori nga zgjedhjet e fundit. Sipas Imerit, ky post duhet i takojë dikujt që ka më shumë ulse në kuvend ose dikujt që ka pranueshmëri më të gjerë. Fakti që s'kan prezantuar asnjë emër i ka zbej ato qëndrimet politike që kanë bërë. Fakti që në anën tjetër lëvizja vetëvendosje po dërguhet pak më ngurt në kuptimin e një fleksibiliteti më të madh në negociim, e bën edhe atë po ashtu, sa themi, hisedar në këtë situatë çfarë jemi. Qëndrimi si njërës kamp, ashtu edhe tjetrës, nuk janë në linjë me idenë që të prodhohet zgjidhje. Afati i përcaktuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit përfundon më 27 prill. Nëse nuk arrihet marrëveshje, vendi automatikisht shkon në zgjedhje të reja. Për deklaratën e djeshme të deputetit Fatos Geci, pyetur nga gazetarët, kryeministri Albin Kurti ka dhënë qëndrimin e tij për krerjet e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, ndërsa për Gecin ka thënë se nuk është pjesë e partisë së tij.
Nga ulësi e ati në Kuvendin e Kosovës në seancë plenare kur ligjvënësit po diskutonin për çmimin e energjisë elektrike, Fatos Geci i vetëvendosjes ka shprehur një urim për ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin janë në pritje të vendimit të gjykatës speciale. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Lidhur me ndonjë mas disciplinore ndaj deputetit Geci, është pyetur të martën nga gazetarët kryeministri Kurti. Por derisa tha se janë të bindur për drejtësinë e luftës çlirimtare të UÇK-s dhe pafajësinë e 4 krerëve që po mbahen padrejtësisht në Hag, deklaroi se nuk është kryetari ndonjë komisioni disciplinor. Kryetaria e Kuvendit, e cila njëkohësisht është edhe ushtruese e detyrës së presidentit zonja Albulena Haxhiu, ja tërhoqi vërejtjen, ja ndërpreu fjalën deputetit edhe për shkak të gjuhës, edhe për shkak të komentit që bëri. Shikoni, unë jam vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe vetëm kryeministri i Republikës. Nuk jam edhe kryetari në një komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partie tjetër. Lidhur me deklaratën e deputetit Geci, reagime të shumta e kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës kanë vazhduar edhe ditën e sotme. Kryediplomati Glauko Njufca mori pjesë në panelin Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian drejt integrimit të plot në kuadër të forumit ekonomik të Delfit në Greqi. Konjufca theksoi se qytetarët e Kosovës kanë një nivel të lartë përvetësimi të vlerave evropiane, duke nënvizuar progresin e arritur në rrugën drejt antarësimit. Ai bëri thirrje për veprime më të shpejta nga Bashkimi Evropian për të siguruar Kosovës statusin e vendit kandidat. Konjufca vlerësoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor përbën një investim strategjik për vetë Evropën, duke shtuar se Kosova është e gatshme për hapa të mëtejmë në këtë drejtim. Në kuadër të vizitës zyrtare në Gjermani, Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonci është takuar me sekretarin e Parlamentit të Shtetit Nils Schmid në Ministrinë Federale të Mbrojtjes. Gjatë takimit u diskutua për avancimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, përfshirë industrinë e mbrojtjes, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe zgjerimin e programeve të përbashkëta të trajnimit, thuhet në njoftim. Vazhdojmë me ngjarje të tjera të ditës. Ndërmarrja Trepça ka zhvilluar sot një aksion për lirimin e pronave të saj në Mitrovicën e Veriut, duke përfshirë rënimin e objekteve dhe garazhave të ndërtuara pa leje. Sipas njoftimit të kompanisë, ky veprim vjen pas skadimit të afatit të dhënë më 13 shkurt dhe mos respektimit të paralajmërimeve nga shfrytëzuesit e këtyre hapësirave. Në këtë zonë janë identifikuar mbi 20 garazhe dhe objekte të ndërtuara pa bazë ligjore, të cilat gjenden përgjatë rrugës dhe konsiderohen si pronë ndërmarrjes, por të uzurpuara në mënyrë të kundërligjshme. Lidhur me aksionin, kanë reaguar kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, i cili e ka quajtur këtë veprim të jashtëligjshëm dhe të papranueshëm. Ndotja e ajrit mbetet një nga sfidat kryesore mjedisore në Ballkanin Perëndimor. Për të adresuar këtë problem, Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Gjajkan organizoi seminarin rajonal për kontrollin dhe menaxhimin e ndotjes së ajrit, ku diskutuan masat për përmirësimin e cilësisë së ajrit në rajon. Kështu vite më parë, përmes një projekti të Gjajkas, u shënua për herë të parë kryerja matjeve të emisioneve ndotëse të automjeteve në Kosovë. Kjo u realizua përmes pajisjeve për detektim, një teknologji e avancuar që mundëson matjen direkte të shkarkimeve nga automjetet në lëvizje. Ndotja që shkaktojnë automjetet është vetëm një nga ndotësit e shumt në vend. Për të adresuar këtë problem që përfshin Kosovën dhe vendet përreth në rajon, u mbajt seminari rajonal i Ballkanit për kontrollin dhe menaxhimin e ndotjes së ajrit në Ballkanin Perëndimor. Mbështetja qeverisë së Japonisë dhe Gjajkas për Kosovën nuk është thjesht një ndihmë teknike, ajo është një shtyllë e qëndrueshmërisë sonqe nga ditët e para të pas luftës e deri më sot. Japonia ka qenë me ne në momentet më kritike të rindërtimit,
duke u shndruar në një partner strategjik që kanë kontribuar në shumë sektor të zhvillimit tonë shtetëror. Japonia promovon iniciativën e Ballkanit Perëndimor dhe inkurajon bashkëpunimin e ngushtë. Cilësia e ajrit është prioritet dhe ajri i pastër është thelbësor për shëndetin. JICA i kushton rëndësi të madhe mbështetjes së vendeve të këtij rajoni në përpjekjet e tyre drejt zhvillimit të qëndrueshëm, si anëtarësimi në BE. Kontrolli i ndotjes së ajrit është një nga fushat kyçe në këtë drejtim. Seminari do të vazhdoj edhe të njëjtën, me fokus prezantimin e punimeve nga pjesëmarrësit lidhur me vlerësimin, matjen e ndotjes dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit. Në ditën botërore të tokës, Kosova ka themeluar një mekanizëm të ri për mbrojtjen e natyrës, Gardën për mbrojtjen e natyrës. Me këtë rast, u tha se me këtë hap, synohet të ndihmohet në monitorim, parandalim të krimeve mjedisore dhe edukimin qytetar. Garda për mbrojtjen e natyrës do të funksionojë si një aleancë mes qytetarëve dhe shtetit. Ministrat e dikastereve përkatëse Fitore Pacolli e Gjelar Sveçla thanë se kjo do t'i parandalojë shkeljet e mjedisit. Në fazën e parë janë angazhuar 100 persona për t'i raportuar shkeljet në natyrë, ndërsa numri i tyre pritet të rritet. Është përuruar klinika e rinovuar e kardiologjisë në QKK, investim që synon rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e shërbimeve për pacientët me sëmundje kardiovaskulare. Në ceremoninë e përurimit, kryeministri Albin Kurti tha se nga mbi 2.000 ndërhyrje në vit, synimi është që të arrihet deri në 8.000 dhe se nëse paraqitet nevoja tani do të ketë kapacitet dhe do të zvoglohen listat e pritjes. Projekti me vlerë rreth 1.5 milion euro përfshin modernizimin e hapësirave, pajisjen me teknologji bashkëkohore dhe përmirësime të rëndësishme infrastrukturore dhe është mbështetur nga Agjencia për Zhvillim e Luksemburgut. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri të ditur se investimet në këtë fushë do të vazhdojnë pasi që edhe në Kosovë pjesa më e madhe e vdekshmërisë lidhet me sëmundjet kardiovaskulare. Pranvera është koha e përkujtimit të krimeve sërbe edhe në malsinë e Gollakut. 27 vjet më parë, forcat ushtarake dhe policore sërbe vranë në mënyrë barbare 7 antar të familjes Jakupi në Orlan. Edhe këtë përvjetor, familjarët që i mbijetuan masakrës kujtojnë momentet e krimit sërb që amori më të dashurit e tyre. Heshtja dhe përkujtimi nderon të rënët e familjes Jakupi nga Orlani, malësisë së Gollakut. Të paharura janë qastet kur po shuhej jeta e familjarëve, thot Syzana Jakupi. Me një fjallë ju ka lajmëru se i kam krejt rini janë fëmi, nuk janë të armatysur. Po të s'kam pos as një mshirë për atë. Edhe për një herë në kanë jenë aro për tëk, krejt drita e kanë batu, krejt me reflektur ka bo. Kanë gju deri sa benun që ma kërkush nuk është i gjallë. Dhuna, terrori dhe gjenocidi serb mbi civil shqiptar edhe më tej mbetet i papenalizuar dhe absurd, thot Bajrush Ibishi. Nga 24 marsi deri me 16 prill 1999 i ka pas 73.000 njerëz. Gjithë këtyne njerëzve kjo popullsi në Gollak jo shumë me pasuni, me pak pasuni i ka mbështet, u ka dhënë ushqim, u ka dhënë strehim, u ka dhënë me ato mundësi që ka pas dhe ajo ka treguar se ky popull e don lirinë. Si rezultat i jetës së tyre të dhënë për liri të vendit, jemi këtu ku jemi, ndërsa arresa për ta nuk ka vend në mesin tonë, thot Mehmet Jakupi. Çdo ditë, çdo natë i kujtojnë në mall, i vizitoj mos thëm 3 herë në javë, vi vizitoj kompleksin. Sa është vujtja e madhe, jemi dhe krenar për këtë liri që na kanë sjellë këto viktima, këta martirë, këta dëshmorë. Rënjet e hidhura të lirisë çdo ditë më shumë po sjellin fryte të ëmbla, ndërsa jetët të dëshmorëve dhe vepra e tyre është e paharruar, thonë familjarë dhe qytetarë në përvjetorin e kujtimit të rënjes së 7 antarëve Jakupi nga Orlani, malësisë së Gollakut.